Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast. Mbrama kudo që na ndiqni. Për sa kohë që po vazhdon bllokada politike, pritet një vendimi të gjykatës kushtetuese, që është dita e fundit e këtij muaji 31 marsi, ka zëra të ndryshëm që thonë se gjykata kushtetuese mbase mund të jap afatshtesë zotit Kurti që të rvatet me tutje të bëjë zgjidhje apo ta trash me tutje bllokadën. Ka do të krijohet ky shtek, si do të krijohet ky shtek për kompromis, kur në sipërfaqe nuk duket që ka vullnet të palëve së paku deri tani për t'i dhënë zgjidhje vendit me zgjedhjen e presidentit të ri. Gjithë ky debat po ndodh në një ditë shumë të rëndësishme, në një përvetor të rëndësishëm, kur NATO 27 vite më parë vendosi ta bombardoj Serbinë, ish Jugosllavinë e dikurshme, për ndalur tiranin e Miloševićit mbi shqiptarët. Ftoj për analizë para jush ish diplomatin Blerim Canaj. Canaj, faleminderit për kohën. Faleminderit për ftesën. Përvetorët kanë datat e tyre të rëndësishme, siç është ky 27 vjetor, që hapi përfundimisht shpresën, mundësinë për liri të shqiptarëve me rastin e bombardimeve të NATO-s. Ju si e kujtoni këtë përvjetor? Rëndëmt. Ndoshta ka qenë shenja e parë e shpresës për liri. Për shkak se ne jemi dëshmitar të kohës dhe e dim që para se të ndodhte kjo, për shembull, gjithmonë ka qenë pritja se çka po ndodh, çka po bën OÇK-ja, si i ka punë atje në front dhe në momentin kur u mor ai farvendimi i famshëm. Filloi ajo ne gjithë filluam ndihemi disi si plot shpresë që liria do të vijë, po ende nuk kish intervenuar ato. Po në momentin e kam përshtypjen kur është ra bomba e parë. Prej atij momenti qytetari i Kosovës veç e ka ndi që po vjen liria. Po kjo liri natyrisht që pastaj nuk ka qenë, që them të drejtën, liri vetëm për neve, veç për neve shqiptarët e Kosovës, po mendoj që ka qenë liri edhe për vetë Serbinë. Për shkak se e dim që ka qenë një regjim i kështu gjenocidal atje, edhe atë regjim, ju them të drejtën, e ka pas votuar vetë qytetari serb. Për shkak se e dim që me votën e tyre. Unë mbajt ai pushtet Tiranë, po. Absolutisht, madje në qoftë se të kujtohet red, kishte një farë egzaltimi nga serbët atë botë, për shkak se ndiheshin shumë të fortë e tjera. Edhe ata, nëse të kujtohet, filloi ajo embargo, sanksionet, masat. Si e kujtoni ju personalisht këtë? Pjesën e masave e sanksioneve. Si e kujtoni ju personalisht nisjen e bombardimeve të NATO-s? Redun atëherë kam qenë student në Austri. Edhe tash si student ne shpesh herë ulshmi aty të konviktet se kemi qenë një 62-3 studentë shqiptar, jo atëherë u patëm bën 120. Shqiptarë dhe grupe gjithmonë diskutonin për ata se çka mundet me ndodh, po absolutisht deri në atë moment ne nuk besojshim që mundet me ardhur një ditë sikur sot që na tesim të lirë, se lëre mo ta kemi shtetin e lirë sikur që e kemi sot, ta kemi shtetin tonë. Kjo është diçka që... Cili ishte përjetimi juaj, i kolegëve, i studentëve në atë kohë? Po tash i ka pasur në rast. A ju kujtoni pak ato momente? Po, absolutisht. Kur e ke ndëgjuar lajmin, u lëkunde nga vendi? Është rënqethje, është njerit i vjen edhe me qajtë, se tash po më tërqethet trupi, apo den se ne për shembull e kishim rastin e shumë masakrave, shumë vrasjeve. E kishim rastin e shpresa jonë pastaj e të gjithëve ka qenë UÇK-ja. Mu më kujtohet një gjyshe e jemja, që sot nuk jeton më. Ne atëherë u patu mësu për shembull, para se të bombardoj NATO, ta e dinim Hashim Thaqin,
që ishte një farë lideri i rëndësishëm atëherë si drejtar politik, po një 2 javë, 3 javë nuk u duk askund. Mediat nuk dhanë kur gjë dhe kur nuk e harroj gjyshja jeme që gjatë luftës i shku në Zvicër të djali i saj. Flasone me ta në telefon dhe ma bon thot, ai djali i ri se kum pa që sa në televizor, mos e ka gjetë diçka, mos ke ni, se nëse e gjanë që ato diçka na marum. Po fjallë nuk i harrën. Kur se harroj këtë pjesë, edhe atë pjesën kur bombardoj NATO, atëherë e thira one në telefon edhe po ja boj piton thash me gjas që pështum, edhe po mduket thash që ai djali që pyet sheti është mirë. Tha po e di, po mduket ai i shtini. Do me thonë ka qenë përshtypja e tillë, ka qenë gjithmonë ajo farë pjesa e lirisë ka qenë disi e personifikuar me diçka për shumë njerëz. Edhe natyrisht që ty të vjen një farë rënqethje, po mduket që më në fond po e bojmë një prerje historike. Natyrisht që ka qenë ndoshta edhe si një farë ëndre. Se dishim ashtë kur ndodh diçka e madhe dhe ti thu, okej, pe di që pe ndodh, po more mos jem në gjumë, mos jem ëndër. Po natyrisht që ka qenë një pjesa më e rëndësishme për shkak se prej atij momenti na u ka kthy shpresa që nuk ka me pas më masakra, nuk ka me pas më të vramë, nuk kemi me pas frikë më as për tafërmit as për askënd, edhe që ndoshta, për shkak se dhe atëherë kemi qenë kështu si nduhatje, por ndoshta po bëhemi shtet. Do me thonë, kjo ka qenë ajo pjesa kur gjithçka është kthy ndryshe. Çdo mendim ka fillu të vazhdoj ndryshe prej asaj se si ka vazhdu. Do të thotë, një grup i studentëve i cili, sikur një vit më përpara, uleshim edhe diskutojshim se çka mundet me ndodh. Po një vit pas? Po pa e pas shpresën e madhe që do të përfundoj. Diskutojshim se si, bilem kujtohet kur erdhen me u lajmëruna, erdhen edhe neve në klub studentëve, por USHK dhe shumë student u shkrujtëm atë që në rast të mobilizimit domosdoshëm me ardhe aso. Po kur bombardoj NATO, se ndëgjëret, edhe kur e jep emrin aty, është një farë ndjenje, kështu një farë frigje, po dhe se çka mundet me ndodhë kur të na thrasin, nëse na thrasin. Ju ishit lajmëruar? Po. Për rekrut në OQK? Po dhe, nëse na i kishin pru do farë i pronën në klub të studentëve, se ne i kishim klubin e studentëve shqiptarë. Po. Edhe shumica u lajmëruan për që po. Tarë në luftë. Në qoftë se vjen, se tashti kush ka dasht me ardhë, për një me. Nuk ka pritën apo më vjerani, po ka ardhë. Vetë, po. Vetë ka ardhë. Kemi pasën student në Ribezgjetin e plot tjerë që në Ribezgjeti e pa të marrë bile epitetin në Universitet Vjenës, ai studenti që një semestër studion, një semestër lufton. Po edhe sot, kur e menoj nuk e di se si e përshkruaj, se çfarë ndjenje ka qenë dhe çfarë momenti ka qenë. Jena mirëfilli për pritjen e lirisë. Kur je në robëri, kur ti çdo herë bjen me flejt edhe quhesh në mëngjes me frikën se çka mundet me ndodh. Të nesërmen, po. Të nesërmen. Kur quhesh në mëngjes edhe këshyra jem ma shumë ke qenë të këshyra jem gjithë mirë. Kur ti e ke marrë një rrugë prej Gilanit deri në Prishtinë, edhe është dasht kur kem rrinë në Prishtinë mu lajmëru disi në telefon shpemi ju tregu që erdha mirë. Për shkak të atina checkpointit në Graçanic, po flas si student atëherë në Prishtinë, ajo vetë flet që ne kemi qenë me një situatë që ndoshta nuk e kemi perceptu sa e egër është.
për shkak se njeri mësohet dikur, bëhet si njëjtë. Po në momentin kur ka bombardu NATO, ne kemi ditë që diçka do të ndodhë, diçka e madhe do të ndodhë për neve. Edhe tjetra, bombardimi i NATO-s tregon edhe për punën që është bërë për të ndërtuar aleancat, ju them të drejtën. Për shkak se ne kemi popull që janë në krizat e tilla që 50 vjet, 60 vjet. Mirë, po mos dija që të ndërtojnë aleanca që din të rreshtohen, ata dhe sot ballafaqohen me njëjtat probleme, por derisa ne sot e kemi shtetin e gëzojmë lirinë. Edhe gjatë luftës, figurat të rëndësishme të UÇK-s edhe politike të UÇK-s kanë deklaruar që kishte përpjekje dhe nga Irani i mullavëve të asaj kohe për t'i dhënë kahje një ideologjie tjetër luftës UÇK, gjë që kishte refuzuar vetë kreu i UÇK-s. Mos ma kërko me emër personin. Po tregon Po lidhem te aleanca. Po tregon të një person se si ju kanë ardhur prej Shqipërisë një grup i tillë. Do të thotë me këso rrymime shfetare. Edhe këta ju kanë ofru, në rregull është, po çka ata ju thojnë këtyne, na kemi komandantin ton, si jem në komanda, na luftojmë për Zotin e asë. Po tashti ata si shumë, edhe këta thojnë a diçka. Në rregull, falenderës që keni ardhur, po kur të bim na me flejt e kemi për shkak që sigurie armë duhet milanën krejt edhe një ushtar i runë armët. Jo, nuk guxoni këto mi pas armë të afër vetës, edhe ata e pranojnë. I lanë armët, kur i lanë armët, këta të flejt shkojnë edhe i ofrohet edhe i marrin pe aty për parë edhe i përzanë dhe në Shqipni, se s'na dohni jo neve. Do të kjo ka ndodhur në UÇK, absolutisht nuk kanë dashur që ata t'i japin asnjë ngjyrim fetar luftës e cila është bërë këtu, për shkak se këtu lufta është bërë për popullin. Për identitetin kombëtar. Absolutisht, për identitetin kombëtar, për shkak se ne atë kemi pas të rrezikuar. Lirin, po. Jo, identitetin kombëtar, posaçërisht e kemi pasur Serbia luftoi me dekada shqiptarët, jo pse ishin musliman e katolikë, por vetëm se ishin shqiptar. Shiqa. Serbia gjatë asaj periudhe, mas shumë t'i është mundu që neve të na paraqes si fanatik islamist. Me qenë se Serbia bazën e vetë nacionale e ka ndërtu mbi identitetin fetar. Natyrisht që ajo është mundu të anaj me paraqitën atë fa luftën e saj në botë si një luftë religjioze, për shkak se i ka konvenu asaj, në qoftë se ne shohim çka ka ndodhur në Kosovë në ato vitet, çka ka bërë Serbia këtu, jo deni për shembull që krejt rrugët i pa të ndryshu emrat. Kryesisht emrat kanë qenë me konotacion historik slavo-ortodoks, serbo-ortodoks madje. Do me thonë, janë mundu me gjetë shenjë. Ndryshu edhe etimologjinë, toponimet e çdo gjë. Për me paraqit Kosovën, sikur ajo baza apo zemra e Serbisë që filluan me i thonë, tek e fundit kisha në oborrin e universitetit. Po. Vjen për shkak të asaj, do të thotë me i dhanë një far identiteti sërb Kosovës, mirë po me qenë se ata, edhe kur janë ndërtu si nasion, në shekullin e 18-19, e kanë pasën si bazë ortodoksi. Referimin fetar, absolutisht, janë munduar të njëjtën sen me paraqitën edhe për neve. Mirë po, duke u referu në fe dhe në religjion, pastaj Serbia i ka bërë dhe masakra tjera, se ju e dini që deri me ardhjen e Miloševićit kisha ka qenë goxha e neglizhume. Për shkak të orientimit, sistemi komunist nuk i lënë të shumë hapësirë besim edhe në shtet, po. Në momentin që ka ardhur Miloševići, është ndërtuar një far triniteti, po e quaj. Ai trinitet ka qenë kisha ortodokse, Akademia e Shkencave të Serbisë edhe politika serbe. Do të thotë, është ndërtuar ky trinitet edhe me atë trinitetin
që e bënën, do me thonë, kisha gjithmonë e ka arsyetuar pjesën religioze, akademia është mundu me arsyetu gjithë shka Platformën për ekzistencën e kombit sërb, absolutisht, shtypin ndaj edhe tjerëve. politika ka ekzekutu. Për këtë arsye ne i kemi pa ata priftat sërb që shkojshin edhe i shenjë të rëjshin Kriminalët, kriminalët para se me u fut në masakra. E njëjta është mendu edhe në Kosovë mendu, sikur që ka ndodhur në Bosnë për shembull. Por Shqiptarët, udhëhecit e UÇK-s, i rezistuan, refuzuan taksativisht që lufta për liri e popullit shqiptar të bëhet mbi baza të platformave ideologjiko-fetare, që edhe në atë kohë kishte përvajtje nga Irani i këtyre mullahëve. Po për atë arsye po them, ta kishte Dhe për me pak se një vit e gjys, UÇK, platforma e saj zbarkoi te NATO, te tavolinat e rëndësishme. Ta kishte një njësit, do me thonë, me 30-50 vetë, cilë të shkojnë si kamikaz në luft, natyrisht që njeri përfiton në teren, mund të përfitoj në teren. Se ata janë ofru vetë, ne po vim, po luftojmë këto për vllaznit musliman. Po njerëzit që e kanë pas një vizion për të ardhmen e këtij vendi brenda UÇK-s, nuk kanë leju që lufta e shenjtë për çlirimin e kombit, për çlirimin e vendit të ngjyroset me ngjyra fetare. Edhe për atë arsye ata i kanë përzon, kështu bukfalisht, i kanë përzon, s'dojmë mi u pas këtu, largoni prej këtuit. Po çka është arrit? Liderët atëherë janë mundu që të krijojnë aleanca me NATO-n, me botën perëndimore, me hemisferin perëndimore, po. Për shkak se ju e dini atëherë për shembull ka pas qenë ai slogani për Kosovën dielli lind perëndim, kur thuhej. Tash si mund të lind perëndim? Po për Kosovën, rruga e Kosovës është perëndimi, jo lindja. Edhe religionit, ju them të drejtën, atëherë gjithë e dim ka qenë totalisht diçka personale. Më thonë, çka jeti me religion... Nuk ishim brengën shqiptar në atë kohë. Po pikërisht. Se çfarë besimi kishim, por kishim një problem madhor historik. Përballjen me Serbinë e Miloševićit. Unë mendoj që edhe sot ish dashur që religioni respektoj njerëzit që... Këto çfarë do besimit që mban, po, për shkak se në fund të ditës është një... Po i vend liberal canaj. Po është edhe etik. Shoqëritë liberale respektohet kush do çfarë do bindet që mban. Po në momentin që fillon religioni të politizohet, jo rastisht flitet për islamin politik, nuk ka veç islam politik, ka dhe pjesë të krishterimit që është politik, po natyrisht që ajo është me një qëllim. Vetëm diskutimi në mënyrën se si bëhet në Kosovë, duket mjaft goditës ndaj një ambicie që mund ta ketë Kosova. Jo rastisht prej akademisë të shkencave, prej një mendjes të akademisë shkencave sërbe është thonë shqiptarët nuk ka nevojë me i vra. Afroj shumë me religionin islam edhe let prishën me aleat amerikan. Në momentin që afrohen shumë me religionin edhe prishën me amerikan, atëherë ne jemi të fitu. Sepse thelbësisht Kosova nuk ka problem. Canaj me lirit e përgjithshme, qofshin edhe ato fetare. Jo. Por duket se diskutimi në mënyrën se si bëhet, po jep një dimenzion të panevojshëm gjithë debatit publik. Kosova është... Po e mban base edhe shoqërinë në një trajektore toksike. Kosova është vend që mas luftës i ka ndërtu qindra xhamia. Kërkush s'ka thonë kur gjë. Shqiptarët e Kosovës kanë fillu në për Austrije, Gjermanie, Zvicër, shoqatat kulturore që i kanë pasën ma herët, cilat unë i kom lanë, po dëgjoj i kanë fillu me i shëndru në shoqata islame shqiptare. Fëmija në vend që me shku në mësim plotësues shqip, shkojnë në xhami. Edhe të është
pyetja është, a duhet na mi mësu fëmin për prej tash se çka duhet bëjmë për botën e për tejme të vujmë këtë botën tashti? Çka po ndërtojmë ne? Këto është çështja. Pra po e përsëris. Unë i takoj grupit njerëzve të cilët i respekton çdo religjion. Absolutisht, se është e drejtë absolutisht. Njerëz që kanë bot kuptime liberale, respektojnë të drejtat e kujdo. Çfarë do të thosh në ato? Mirë, kur religioni të bëhet pjesë e identitetit, do të thonë, kur mundohesh religionin me bë pjesë të identitetit. Ka arvatje thuhet që ta bëjnë pjesë të identitetit. Natyrisht. Sot, për shembull, e keni gjenerat, ndoshta që nuk mundën me dallu shumë... Ç'është feja dhe kombi, thu? Po, absolutisht. Edhe kjo është ajo faza e rrezikshme. Po shoh për shembull debate, cili është baza e nacionales tonë. Musliman thojnë islami, katolik thojnë katolicizmi apo krishterimi, për shkak se ne jemi edhe një pjesë ortodokse tjere. Po tashti në qoftë se e pyesim ne, çata njerëz që diskutojnë këtë temë, si janë formuar kombet, nuk e di. Garantoj që se di. Që ka lexim të pakët, kjo është mëse e vërtet. Edhe. Që ka një uri të pakta. Për shkak se ne flasim për ndërtimin e shteteve nacionale, edhe në këtë kuptim edhe të kombeve si tilla në konceptin sidomos evropian, ajo ka filluar në shekullin e 18, 19. Sanaj, por shasim gradualisht drejt një teme me background kulturore ideologjik e rëndësishme. Po e rëndësishme është në pikpamje të ideologjisë që ka Kosova si pjesë e hemisferës perëndimore, po them ashtu, që synon të jetë mirëfilli, dhe se sa mund stopohet gjithë kjo eci, kjo lëvizje matutje, sa për mban Kosovën të frenuar dhe gjithë ky lloj debati, po them, do ta bëjmë mbase në herë tjetër. Është temë interesante. Po, shumë interesante. Veç duhet guxim me marr me këtë temë. Imagjino duhet guxim me diskutu. Kjo e përmenda me qëllim. Përfasu guxim, diskutosh mbi guximin e përmenda me qëllim, për shkak se ne i takojmë të dytë gjeneratës që i ka jetuar edhe vitet e 90-ta dhe këto vite. Sakt. Edhe në qoftë se në vitet e 90-ta ka qenë shumë normale, sot duhet guxim. Kjo flet për dallimin, ndryshimin që është bërë, për transformimin që është bërë. Është cimentuar, është betonizuar me shumë kjo ideologji, nuk ka dilemë. Ka shqetësime edhe vetë katerikët nga imamët që janë kritik nga mënyra se si janë importuar kulturat, shkollat e interpretimit të ndryshëm që përprodhojnë edhe ekstremizëm, edhe radikalizëm, edhe helmim shoqëror, e të tjera, edhe goditje ndaj vlerave dhe traditave tona kombëtare. Red. Unë mendoj që për këta Skënderbeun, Shën Terezën, e figura tjera është mëkat i përjetshëm për perspektivën tonë si shqiptar. Shqiptarët janë i vetmi kamp, shumicë absolute muslimane, që herojnë kombëtar i ka të krishterë. Skënderbeu, Gjergj Kastrioti edhe Nona Terezë. A kanë qenë të dytë të krishterë. Skënderbeu ka linë si ortodoks, është rritë si musliman, ka vdekë si katolik. Do me thonë, përfaqësimi ma perfekt i identitetit shqiptar. Në Shën Tereza ka qenë e krishterë, po megjithatë është një figurë e cila na ka bot njoftën në botë. Pasaporta e shqiptarëve në botë është ajo sot. Dhe tashti, të mos e harrojmë edhe një fakt, me qenë se jemi të NATO, ju kujtohet kur Bill Clinton thot, Shën Tereza më ka lutë, ndihmoj popullit tim. Ndihmoj popullit tim, po. Ndihmoj popullit tim. Dhe këto tema nuk kanë nevojë të karakterit kombëtar që të jenë objekt
interpretimeve të imamëve me prirje E tasht, radikale, e tasht. radikale që kanë E ose tasht. klerikëve tjerë. Populli i Shën Terezës është populli shqiptar që janë shumicë muslimane. Po ajo, edhe pse ka qenë ndoshta sot është e shenjtë e krishterët, ajo i ka trajtu popullin e saj. Po du me përmend edhe një detaj interesant që më ka ndodhur në Vjenë, edhe mbyllëm këtë temën e revizionit. Në Vjenë, komuniteti katolik ka qenë kogja i organizuar. Shqiptar. Po. Për shkak se shkojsha edhe u e përfaqësojsha qytetarin e Kosovës. Tash për Krishtlindje shkojsha te komuniteti katolik. Kur u bëjshin festat e Bajramit e këto shkojsha edhe te këta. Që është një zakon e traditë e shqiptarëve. Te ke fundit ne i Me përfaqësojmë bashkëndalësimin, Po, pra. edhe piklimin, po. Shkoj edhe po e përmendi me qëllim me emër edhe me mbi emër kush ka qenë prifti. Ka qenë Don Nikson Shabani. E mbante meshën. Edhe gjithmonë në mesh e kishte ta bëjmë edhe një lutje për vëllezërit tonë musliman, për vëllezërit tonë shqiptar musliman. Ata ishin 200-300 vetë të krishterë aty, Don Niksoni fillojnë të mu lutë, Zot jep javë mira, këto lutjet e zakonshme, ruja familjet e çka dijone. Edhe unë mendova një herë dhe thash që mos pe bën për shkak se jam unë atë. Edhe ka qenë një djalë që ka studiu ndërtimtari, sot është inxhinier, mirë pa i ka qenë besimtar musliman, u falke, po liberal. Shto shumë liberal, ai e bëjke për vete. Mendje hapur, edhe i thom, po ndukje, ai djali s'ke thonë që nuk është Gjerman. Një bjond, e man të kokën e rru, me do sytë kaltër, se në bile ka qenë edhe pjesë që kësë. Edhe i thom, apo shkon ti, mos sa i nuk një aty, sa i e ka pas veç studimet edhe në banesë. Nuk delte shumë publik, në punën e vetë, apo shkon në kish veç me këqyrë, që shpeman meshën, Don Niksoni. Tha pse, thash, sa herë që shkoj jon, ai e ka dhe një lutje ekstra për vllazën e tonë shqiptar musliman. Edhe ai u shku prej kurreshtjes, edhe ai, kur erë tha, absolutisht tha e përmbylli meshën me një lutje, kur u kry tha mesha, sa ashtu e bëjke, kur e përfundojke meshën, ju kthejke aty në njerëz vetë dhe ju thejke ju lutem edhe një lutje. Cila ishte ndjenja ati, si kishte përjetuar? Ai. Po. Tashti ai tip me ndje hapun. Po. Por përshtypje i kishte bërë. Natyrisht, se ndëgjaj, ishte edhe ish luftari UÇK-s. Po. Edhe kur erë tha, ky popull e ka meritu me shku në luftën. Po kupton? Do me thënë është kur një gjatë që të përmbush. Po pra. Pikpamje kombëtare. Po pra. Edhe për atë arsye unë gjithmonë e kom të çmu Don Niksonin. Shërben ende atje? Din? Ka shërby deri vonë, tash më duket është në Kosovë dikun. Don Niksoni. Don Nikson Shabani. Bile është ardhur ai prej Vjenës, edhe komplet arkiven e Vjenës, dokumente, çka ka të bëjë me shqiptar, një 13.000 dokumente. Po? I ka marrë me veti. I ka në formë elektronike. Në rrethana të ndryshme, një pjesë e madhe klerikëve në Kosovë, qoftë ata të besimit islam ose katolik, pashmangshëm e kam pas temen e identitetit kombëtar. Nga një trashëgimi, nga një përjardhje tepër sfiduese që pati kombi në periudat e shtypjes nga Osmanet, para Osmanëve, në kohën e Serbisë e kështu me radhë. Po pra. Prandaj është trashëguar. Kjo është mirëmbajtur, por 27 vite tani në liri, canaj, po tash të bëhet çështje puna e besimeve, pse të ekzistojë ky narracion? Shqipëm, për mu ka qenë tragjike, e lexova, nuk e dija ka qenë i vërteta jo, sa ishte Ramazani, e lexova në lajm
se si në autobus, në trafik urban, 2 vajza 3 e kanë sulmu një gru, pse po e hanë sendviqin në Ramazan në autobus. Ka ndodhur, si pas informacioneve të konfirmuara. Thot, kja dhe tregon se ku jemi ne, tash për tash. Kjo tregon që ne kemi fillu ta përzim identitetin me religion. Të drejtën personale për të besuar Po, pra. ku do që mendon, Absolutisht. me një të drejtë kolektive. Po në anën tjetër po më vjen mirë kur i shoh për shembull edhe do klerik islam, do hoxhallar, Po, cilët e thonë zëshëm. absolutisht. Zëshëm. Edhe kjo mi kujton vitet e 90-ta, të kujtohet red ajo periudha e këtij hoxhës të vitis si Molla Kokruki e thoshin, me Don Luzhgjerzin. Po, të Luzhgjerzi, Molla Kokruku, Që kanë- është Mollaj Drezgjilani një patriot Ajo, jashtë zakonshëm, po, pra. që kalon postulate të çmuara frymëzimi për Edhe, Identitetin çka po kombëtar. du me thënë është, neve na mungojnë edhe na duhen çta hoxhallar. po. Dua ta ndjer një detaj të vogël, por në base do ta lëm për një herë tjetër se po na shet Po, karakteri shet, tim. po. Në vitet 90-ta, Kosovës i priu lideri tashmë i ish presidenti Ibrahim Rugova me një platformë të qartë për ta orientuar Kosovën, çështjen e Kosovës, çështjen shqiptare tek tavolina perëndimore. Refuzonte çdo alternativë tjetër. Kishte zgjedhur perëndimin, evropianizimin e Kosovës, perëndizimin e popullit shqiptar, ambicien e tij. Kjo ndodhi edhe me udhëhecit e UÇK-s në kohë lufte. Dhe kishte një sinergji, një kohezion bashk ekzistuar politikisht nëse më ta them epoka e ndërkombëtarizimit çështjes shqiptare nga Rugova dhe vet UÇK-ja, që ishte një domosdoshmëri për lirinë dhe të drejtën tonë për të jetuar objektivisht të lirë. Dhe kjo u konkretizua po me këtë ngjarje madhore për historinë tonë. Saktë. Me bombardimet e natës të 24 marsit 99, ata lajmet që shkaktuan emocion të papërshkrueshëm te kushdo shqiptar 27 vite më parë dhe politikisht si eci Kosova po them nga 99-ta deri me tash sipas jush. Shishare, Jo rrëfimi ne kemi për pas Kosovën e lirë, ne kemi për pas demokracinë, për mjedisin liberal, për ambicien tonë. Ju e dini që Matuti. Kosova prej vitit 1999 deri në vitin 2008 ka qenë e mbikëqyrur e administruar nga administrata e UNMIK-ut. Tasht, prej sot mund ta shohim me sytë ndryshëm, po unë mendoj që ka qenë mirë për shkak se janë ndërtuar institucionet. Natyrisht që e mira nuk ka qenë për shkak se koha e UNMIK-ut ka qenë edhe koha e korrupsionit. Endemik. Gjithë e dim se si kanë funksionu ata njerëzit e UNMIK-ut këto. Jo që kanë pas ata ndjenje që po dijon. Bile dhe sot, kur nalesh edhe flet për korrupsionin, ai ka ndëgju këta periudhën e UNMIK-ut mundohen me e përzi me periudhën pas pavarësisë. Po, bile rasti maj madh korruptevat kujtohet ka qenë Kek ai Gjermani. Po. Do më thonë, ai farë sindromi i balkanizimit e kapi edhe Gjermanin këtu. Do më thonë, Në ka qenë... panoramën e gjonë, për te problemeve që ka si nga shoqëri sot në Ballkan. Ka qenë, në qoftë se e shohim se ku ka qenë Kosova pas luftës, në qoftë se ne i ke edhe ti si gazetare, si person që je marrë me këto tema, ato pasqyrat, peja ka qenë rrafsh, nuk ka ekzistu fare mas luftës. Gjakova, ashtu, kanë qenë qytete gërmava. Sa njeri, sa masakra, mu më kujtohet, tashti po kthejna prapë 99. Shkum me autobus për Austri. Edhe te stacioni u takoj shumë me njerë, s'ka pas 2 javë mas lufte.
edhe te stacioni Shkum po e shohim një gru drenisës, komunikojke me një taksist. Kjo i thojke, nuk kam pare me të deri në Shkup, me të pagu, apo më qënë për që kaq, sikur me thonë 5 marka atëherë. Po. Me qunë Shkup. A i thojke, unë të kisha qu, po s'kam naft. Edhe me këto 5 euro as naft su një qes. Pe pysëm atë grunë të nej, apo dhe ku është problemi. Tha burrin, tha e kam në Shkup në spital, tha erdha tha me pa shpinë mas lufte, tha vjerën tha ma kishin gjujt në bunar. Më thanë, ashtë ardhë gruja prej Shkupit, për shkak se u kanën gjatë luftës atje, burrin në spital u ardhë me këqyrë që ka në shpeja u kalla, u djega, e ka gjetë vjerën në bunar. Gjume. Me gjitha ato gërmadha, me gjithë piklimin e tragedin kolektive të shqiptarëve të Kosovës, ishte një frym gëzimi e pamasë, një fuqie pamasë njerëzve për të jetuar. Edhe në rrethonat. Me qëllim po e përmende i këto për me e ditë se ku e kemi pas Kosovën në vitin 1999. Po, në gërmadha. I mbledhëm njerëzit i kemi pas në përbunarat. Me piklimin për masakrat, po. Për pas gërmadhave, njerëzit kanë qenë të lëndum. Kur jemi hypë në autobus, ne kemi pasën një njeri në autobus që ne kemi mbrapa vetë, s'fal keme kërkant, kur po pysëm pëse s'po përzijet, a është këthy, tha me këqyrë familjen, krejti ka pas të vrau. Do të veç një njeri ka pështu në Kosovë, prej familjes. Krejt masakru. Kur e mendon, atë situatë, edhe kur e sheh ku jemi sot drit, nuk ka qenë revolucion që ka ndodhur me Kosovën, ka qenë evolucion. Kosova ka evolu. Në vitin 1999, Kosova i ka pas një 300.000 marka buxhet që ja ka pru UN. Në vitin 2008, kur është shpallë pavarësia, Kosova i ka pas 730.000 euro buxhetin. Milion ka në 2008. Në 2009 e kanë bërë 1.300.000, por një vjetë e kanë duplifiku buxhetin atëherë. Edhe nëse të kujtohet, në 2009 pastaj është hypë edhe një 200-300.000 euro buxheti edhe janë ngritë rrogat e profesorëve, pej 100 eurove u bonën 500. Pej të profesorëve të universitetit, pej 150-ve u bonën 1.000. U bonën gjithë këto autoskrejt kjo infrastrukturë që është ndërtu edhe që është sot, është e bame prej periudës së pavarësisë, dhe thotë kur shqiptarët i kanë marrë kompetencat në durët e veta. Atëherë ka fillu më ndërtu Kosova. Për atë arsye thonë, ato vite që ka është bërë Kosova, bile, unë shpesh më ka ndodhë, u takoshim me njerëz prej Bosnës, Maqedonisë, çka po di unë, edhe thëshin është e pamundur, sa larg e ka lënë Kosova Bosnën. Ndërkombëtarisht, ne kemi qenë goxha faktor red. Për kundër që kemi qenë shtet i vogël, kemi qenë faktor për shkak të seriozitetit. Neve na kanë faktorizuar aleatët tanë, miqtë tanë, për shkak se ne mirëshim si stabilitet. Keni nga afër si diplomat këto. Po, absolutisht. Ne merreshim si faktor stabiliteti në rajon. Pavarësia e Kosovës e argumentonte stabilitetin në Ballkan. Jo, nuk fletshim për Kosovën. Fjalia që mbajnë mend gjithë është e çdo diplomati, e çdo miku të Kosovës. Po. Pavarësia e Kosovës është një kontribut për paqen dhe stabilitetin në rajon. Absolutisht. Dhe këtë fjalin më ka kohë që nuk e ndëgjojmë. Edhe kjo ka qenë parolla jonë kryesore. Tjetra, ne kemi qenë model për të drejtat e njerëzit. Kemi shku dhe si diplomat në për debatet ndryshme, ne jemi marrë si shembull kur është folë për drejtat e njerëzit. Pse jemi marrë ne si shembull? Për shkak se ne prapa vetes se kishim atë historinë
e vjehrës në bunar. E kishim atë historinë e personit që i shkëthy për e Austrisë mi taku familjen dhe i ka gjetë krejt vdekt në borë. Edhe me gjithat, për hir të shtetit, për hir të etablimit ndërkombëtar, për hir të gjeneratës tjetër, edhe ata që në fakt e kanë marrë armën, kanë luftu për me pru qatë liri, nuk kanë funksionu me populizma, për me prek një sentiment nacional, me thonë unë jam trem. Po thjesht kanë mendu edhe në qoftë se i kushtan politikisht. A i ka ecë për me ecë shtetin për para. Edhe sa jemi këto ku jemi. Edhe ndoshta është argumenti më i miri që... Me pak fjalë, si do ta përshkruaj Kosovën në 27 vite liri, shtet? Po shisha. Po të ishe një Gjerman, një Britanik, si e shohin Gjermant edhe Britanik, Kosova është diçka që është arritë, është e pa imagjinueshme si mund të arrihet diçka e tillë për një kohë të tillë. Po flas se si nëse do ta shija, po flas se çka më thojnë njerëzit të cilët për shembull kanë qenë me KFOR këtu, edhe janë ardhur pastaj. Wolfgang Petric, që i ka njohur për shembull diplomati austriak Kosovën. Ai kur flas me to thotë kur se kisha mendu bile në atë periudhë që Kosova bëhet çështo që është sot. Po mos e harro edhe një fakt tret. Ne si shtet janë të manitur me zhvillimin, me progresin, me demokracinë, me rënien liberal, me mënyrën se si funksionojnë institucionet e sistemit. Absolutisht, për shkak se nëse na e shohim, nuk është letë mund ndërtu një administrat. Jo. Zakonisht shtetet dështojnë në ndërtimin e administratave. Për shkak se administrata e mon shtetin. Po këtu është ndërtu. Madje, më kujtohet kur u bë Agjencioni i Akreditimit atëherë në të 2008-ën, këto fillun, po flas për arsimin, se si fillun mekanizmat ndërtohen edhe u fletke për kvalitetin, shkum me një konferencë në Bruxelles. E organizonte atë botë mbjerment. Po ishte një prej Austrisë. Erhard Busek. Edhe aty kishte prej gjithë rajonit. Edhe Erhard Busek po e përmend rastin e Kosovës si një shembull më i mirë, i mundshëm se si mund të transformohet politikat e arsimit ose si mund të reformohet arsimit. Ju them drejtën atëherë, Enveri Hoxha i ka qenë ministri i jashtëm, edhe austriakët e ndihmojshin shumë. Edhe me financim, po edhe me programe këshillimi, këmbimi, ashtu. Edhe dolëm pauzë. Tash ne folshim me tjertë dhe unë nuk e dita që aty kishte qenë një drejtoreshe arsimit lartë të Serbisë. Edhe tash kur afrohen njerëzit, po vjen ajo dhe po më tha, me të thonë drejtën, po vrejke që ma liberale. Tha, me të thonë drejtën neve veç na vjem inati me marë pe i Kosovës, se me një herë kishu marrën që të shembullin e reformave në arsim të lartë. E aty po ja bëj, thash, pse inati, apo dhe nëse, po tha unë jam e Serbisë. Okej. Dhe me thonë, jo zyrtarisht. Në sytë e jashtëm, Kosova 27 viteve shihet si një historie suksesi. Po natyrisht që është si një shtet demokratik, si një shtet i lirë. Me ato vlerësimet pjesërisht lire këto që i bëjnë matit e këtjera, por në raport me vendet tjera, një Kosovë që qeli lirin në ngërmadha që shkaktoi makineria Miloševićit, e rënuar tërësisht. Një Kosovë që qeli ditet me shpresën për tjetu në vendin. A duhet jemi të kënaqur? Jo, për shkak se nuk jem rrim ato që duhet me mri. Po ne, të cilët e kemi jetu edhe kur s'ka pas Kosovë fare, kur Kosova nuk ka qenë shtet fare,
të cilit kemi jetu në atë periudhën kur Kosova ka mbet gërmadha, edhe të cilët e kemi jetu atë fazën cilët kur kanë ardhen rrugës me kerë mas luftës, kanë plas 2 goma në rrugë, jo një, kur ke ranë gropa, edhe e shef sot, na e shofim çka është bërë në këtë Një vend. progres jashtëzakonshëm. Absolutisht. Edhe pse politikisht lider thonë u orvatëm për qërime e sapësh për gara politike, edhe thonë, siç është kryeministri tashëm zoti Kuti Gjeneratën e re, ta thotë se Kosova është shkatruar për 20 Gjeneratën e vite re e e mashtron. tjera, po Pa i tashti Kosova, që ka thonë Kurti ka thonë edhe NATO se ka shliru Kosovën. Ki deklaratat ti. po. Kurti ka thonë, kur e ka shpallë Kosova pavarësinë, ai ka thonë Kosova s'është e pavarur. Kur është ardhur plani i Ahtisarit, ai ka bë demonstrata. Kur janë dalë simbolet edhe himni, ai veç kur u bë kryeministër ja ka nisë më çun kam. Nuk beson se edhe Kosova mund të ketë edhe ushtrinë e Atë saj. kujtohet, Politikisht kjo është historia tjetër. veç pak, Nuk mund ta atë ndryshojmë. kujtohet skena, kur për herë të parë është lëshu himni i Kosovës, edhe është ngrit flamuri i Kosovës, cilët njerëz nuk janë ngrit në kam. Atë kujtohet. Po, Deri në fund. Lista sërbe edhe lëvizja vendosje. A janë kanë këto dyja që Në atë kohë nuk ishte në kuvend lëvizjeve Po, vendose. kur është Me fut në vonë, kuvend, me vonë, po, kur është Bera, fut në po, kuvend, po. do me thonë kanë qenë që të dyja, që s'janë qunë në kam, as se ka njoft himnin as flamuri. Edhe. Por sot është Pse e ka kryeministër. bë këto? Pse e ka bë këto? Fitoi në racioni i tij, Fitoi në racioni i tij te gjenerata e re. votues janë. Tashti, kush i ka Nuk e fajet sfiduan këtu? oponentët. Kush i ka fajet këtu? Në qoftë se ti merr librat e historisë të shkollës fillore dhe të shkollës mesme, nuk të përmendet kërkon, apo fare pak përmendet historia e re e Kosovës. Fare pak përmendet UÇK-ja. Fare pak përmendet se pse është formu UÇK-ja dhe si ka funksionu. Fare pak përmendet edhe politika paqësore Vitet e 90, Ibrahim po, Rogovës. po. Edhe Dhe NATO, roli i Kosovës me NATO e aleatët tjerë me e tjerë. Çka i bie kjo? Kjo i bie që kjo gjenerat menon që Kosova gjithë ka qenë kështu. Kurikula është urgjente të ndryshohet. Absolutisht. Urgjente. Ka Absolutisht. ndërsuar kështu dhe Kështu që kritiket. Ne fëmijët tonë dinë për Kosovën çka ju kemi tregu ne në shtëpi. Po jo ma shumë, jo diçka që është e organizuar në shkollë tjetra, çka mund pengon shumë. Është tashti t'ju them drejtën edhe mediat shumë pak kanë pasën programe deri më tani për ato se në formë edukative. Ashtu të them se çka ka ndodhur. Përmbajtësisht me qenë me mesazhe edukuese. Absolutisht. Për shkak se e dim për shkak se politike për shembull ka pasur edhe lloj propagande. E dim gjithë. Është periudhë që e kemi jetu. Ky debati sot edhe kaotik politik. Ky debati edhe kaotik politik. Ky lëmsh politik. Apo erson, apo vërbron pak a shumë njerëz, apo i bën njerëz të jenë si me qenë të telekomanduar për brapuar andej ose këndej. Për ta hupitin universale mbi nevojat themelore që ka kjo shoqëri aktualisht. Holmsundhausen e ka një libër jashtëzakonisht mirë për shkatërimin e Jugosllavisë. Është një prej historianëve shumë mirë gjerman, dhe thotë në momentin kur qytetari fillon të mos identifikohet me shtetin e tij, shteti është i predispozuar për me ra. Pse po e thu këtë? Po e them këtë për shkak se mos respektimi aty në simboleve, himnit, paraqitja e shtetit nuk është shtet, nuk është pavarësi. A ju kujtohet është, a kemi pasur Albin Kurtin që kur është fut Kosova në UEFA, e ka mohu.
po shku veç me pa Shqipnin, tash ti po e sheh edhe Kosovën. Atë kujtohet ka qenë ngjarje historike të rëndësishme për shëndërtimin ku Kurti ka qenë në anën tjetër. Atë ka qenë. Kjo është e vërteta. Atë kujtohet edhe periudha kur njerëzit fillojshin me mendu a jam i Kosovës, a çka jam, se do më thonë, pa të fillu veç një farë luhatje. Sot e kryeministër Canaj në një kohë kur Kosova mbetet në një, nëse mund ta them, çorçokak serios politik, në pritje që situata të sqarohet me 31 mars me një vendim që do ta sjell mbas gjykata kushtetuese për ta vlerësuar. Ishte apo nuk ishte kushtetues dekreti i presidentes Kosova, po ndërton një klim politike, jo tani edhe vitin e kaluar që ishte viti i humbur të bllokadës. Të asaj bllokade ku mbas të krijohet ideja që mjafton votat qytetarit, nuk ka nevojë fare të respektohet formula e konsenzusit, e kompromisit, e marrëveshjeve, e bashkëndarjes së përgjegjësive. Shoqëri. Derisa folshim për atë se si ka qenë Kosova dhe si është sot, besa u kënaqa se folshim për një periudhë të progresit. Tash ti na futëm me një periudhë tërtë, ku duhet me kujtu atë thonjën e famshme të Bill Clintonit, që thonte luftën e fitua, po duhet ta fitoni edhe lirinë. Ne fituam luftën, ju ndërtoni paqen. Ju ndërtoni paqen, më fal. Po, falënderës. Edhe, a jem të ndërtu paqen? Nuk e di. Tasht, që këto vite, shqo se njerëzit janë polarizu shumë në këtë vend. Politikisht. Janë ekstrem të polarizum. Jemi në atë periudhën ku njerëzit kanë besu shumë në ato farkauzat e Kurtit dhe të qeverisë. Atë shpresën idealike të rrëfyer nga... Tashti jemi në fazën tjetër ku njerëzit kanë përshtypjen që nuk po dojnë me pranu që janë mashtru. Po më thonë, po e shofin që nuk është ajo, po thjesht janë në fazën ku nuk dojnë me pranu që janë mashtru. Ende thojnë, po shpresojmë pak. A e ke vrejt një detaj, kur njerëzit kanë qef me një mirë, ma shumë të akceptojnë kur ti ju thu gjithë shka është në rregull mirë dhe i mashtran, se sa kur e tregon një të vërtet për një rrezik që mundet me na ndodhë. Në politik fiton ai që ndërton rrëfimin. Qoftë. Po tashti, ne jemi me një situatë rreth ku nuk e besoj gjithmonë kur e paramendoj këto rrethanat gjeopolitike. Në histori shpesh e përmendej shtetet të cilat nuk rreshtohen drejt, popujt e vegjël, shtetet e vegjla, e vogla, të cilat nuk rreshtohen dhe orientohen drejt, rrezikojnë të zhduken gjatë rindërtimit të rendeve të mëdha ndërkombëtare. Shtetet zhduken. Se du ta ketë këtë rrezik Kosova. Ka aleat SBA. Me që përindimor, edhe pse se fundit gjymojnë rrjetet sociale duke e urrejt Shtetet Bashkuara për luftën në Iran. Një gjë e pa imagjinuar që mund të ndodhte Kosovës. Çata që po shojnë, duhet me ditë se s'pe di sa janë 3 spari. Nëse janë 3, duhet me ditë që shkronjat i bëjnë një qëndisi në gjuhën shqipe. Që ata që janë 3, veç le ta dinë që mos me pas qenë SBA-ja me orientu natën në bombardim. Ata janë nuk keshin ekzistu fare, se nashtë ju kish vra gjyshja, baba që e kanë sot, o kishin jetu dikon në Gjermani, e andej në përëndim, për shkak se lindja nuk ka qenë opcion në atë kohë për neve. Këto jam shumë i sigurt që mos kishin qenë SBA-t. Ata os kishin qenë këtë jetë, o kishin qenë dikon jashtë të folë gjermaneshta, angleshta, që ka po lijone. Të lekundin nga vendit të trazojnë kur ti lexon besoj. Po është di, e kom vrejt. Do me thonë trazohesh kur ti lexon? Po natyrisht.
natyrisht është Duke e urrejt për keqardhje. Amerikën. Unë e kom vret për shembull të çështja e Palestinës. Disponim anti-amerikan ka Totalisht. në Kosovë. Totalisht, tash ne të gjithë jemi njerëz. A jemi kundër që të preken fëmijët gjatë luftës? Natyrisht. Absolutisht. Po një gjakta nuk janë duke e kuptu që Dan Shechtman juve për ju thot diçka barë si çmimit Nobel për paqe për kimi e vizitoj Kosovën e kam mek shumë më herët. Edhe kur e vizitoj Kosovën herën e fundit i pat një takim me kryeministrin, takim mas takimi, edhe po tregon për dikant që e kish pas pyet sa sërbi keni. Edhe i thot dikon rezident një 50.000. Rezident. Janë zyrtarisht ma shumë, po edhe ju thot pse mirëni me ta. Thot ndëgjëm, 50.000 njerëz. Na i kemi 2 milion arab, spaku, që janë rezident në Izrael. Kemi universitet arab. Asistenti jem në universitet është palestinez. Na nuk merremi me ta. Krejt raketat, i thot, të krejt fshinjve tonë, janë të këthym ka ne. Gjithmonë munden me qenë potencial ata që janë mrenda. Po na ata i trajtojmë, se janë forse Izraelit, unë e Palestinës që e kam asistentin. E kam për shkak se pritet pres prej ti me qenë një shkencëtar top. Mos u merrni me ta merret shteti. Kjo flet për rrezikun potencial që e ka vazhdimisht Izraeli. Forma se si është fut në Izrael ka qenë provokim. Do thotë për me marrë, për me tregu që Gaza është... Po, atje zbërtimi problemet, por... Po e përmeni me qëllim për shkak se pastaj, ndëgjom rrit, pastaj mu më kujtohen protestat në Kosovë, që thonë, flesnin për protestat feministave, atë kujtohet. Është një grup gjysmë, nuk për thamë gjysmë fantom, po me ideologji të internacionale socialiste. Është vija ideologjike e njëjtë. Në anën tjetër në qatë periud del ambasadori palestinez edhe thot Kosova është Serbi. Del Irani edhe thot ata masi kemi kur gjë, se ata janë të Sijës, ata janë të Amerikës. Edhe shqiptar duhet ta dinë një detaj ta kenë të qartë. Që është e mundi se 7 vite në liri. Njerëz me pas sentiment për një regjim. Janë rrymat që janë futur. Për një regjim. Na kem njerëz nga i cili vujnë vetë iranianët atje, edhe në fund të fundit. Kur lexon komentet e shkruara në shqip, po them. Duke e urryer Amerikën, hisetarin ton të lirisë, ai që mban vullën. Edhe të mbështetjes në paqe. Mbështetje pa llogaritshme. Na po flasëm në çdo pikpamje. A e ke pa një debat Iran për futjen e çantave me pare gazetarëve? Po. Tashti unë mendoj që çato pare që janë që futen. Futen për çato grupe cilët thojnë gazetarëve. Tash vendos autorsinë komplet. Absolutisht, jam shumë i bindur me këtë. E tash të kthehemi te kjo presidentja. Po. Nëse thelbi po ka zgjidhje Kosova që të shkoj pas zgjedhje pas dasës të rrotën. Jo, Red, unë mendoj që zgjedhjet janë të pashmangshme. Pse? Për shkak se jemi në një situatë ku Albin Kurti i ka propozu 2 kandidatë, të cilët me 6 mund të tërheqma. Në anën tjetër, pse dohet partitë opozitare të mos e ruajnë balancën e cila i duhet një shteti demokratik. Dhe në këtë rast, me qenë se Albin Kurti i ka, dhe vetëvendosja i ka 51%, edhe në qoftë se edhe presidenti shkon
pa qenë në koalicion me ndonjë parti, atëherë ne faktikisht me vetë dëshirë po e dorëzojmë demokracinë tonë liberale. Tek një individ. Po pra. Edhe unë mendoj që përgjegjësinë më të madhe këtu e kanë partitë opozitare. Absolutisht. Në qoftë se lejojnë diçka të tillë. Fatkeqësisht po them që partitë opozitare kanë mbetur pa lider. Edhe pa njerëz që ju prinë edhe kanë vizion. Për këtë arsye unë mendoj që ne do të shkojmë në zgjedhje, por pyetja është si do të dalim zgjedhjen, nëse i marrim dy partitë të mëdha, LDK dhe PDK. LDK-ja po thuhet që Vjosa Osmani do me shku në LDK, ndoshta do t'i prij listës. Dyert nuk i ka të mbyllura për Lumir Abdigjikun. Dhe ndoshta edhe i prin listës. Sa vet. Unë mendoj që është mirë, por shkak se bëhet një oponencë e fortë me Albin Kurtin, edhe e dyta, mendoj që Vjosa Osmani ka për t'i sqaruar shumë qytetarit të Kosovës çka ka bëje për Albin Kurtin, edhe si nuk i ka rujt balancat, për shkak se kemi raste ku është deklaru vetë. Kështu që gjynohet, po them këtë farë gjuhën popullore, të mëdhaja për situatën e vendit i ka jo veç Albin Kurti, po dhe Vjosa Osmani bashkë. Një qahin e prishën. Po, e dyta. Po shprehna kështu me zhargon. Po sido që tjetë në qoftë se futet në garë është mirë. E dyta, Partia Demokratike e Kosovës. Po e thamë kështu absolutisht hapën. Unë nuk e besoj që Bedri Hamza ka çka lyp ma me i pri për kryeministër. Dikush që humbë 2 herë, 3 herë, çka ka me lyp? Do me thonë nuk mundet absolutisht kur gjë me ba ma shumë në atë parti, derisa edhe në Mitrovic ka hupe edhe në nivel të Kosovës, herën e fundit madje ra 2 deputet nëse nuk gaboj. Kjo është ndoshta sheja më e mira që në qoftë se futet ai, në qoftë se është Vjosa Osmani, atje e merr një përqindje ka rrezik shumë që Vjosa Osmani me dal e dyta. Në qoftë se Partia Demokratike. Partia Demokratike me Hamzën rrezikon të dalë treta thu. Po. Nëse Vjosa Osmani absolutisht po. Absolutisht po. Kështu është. Ku e bazon këtë? Çeku. Në qoftë se Vjosa Osmani i ka marrën 100 e ma shumë mi vota dhe i ka qu në VV kur ka garu herën e parë. Po. Tashti me siguri, spaku gjysmën do t'i kthej. Spaku gjysmën. Ka të mizioni sociologjik i të bërit anketa empirike, ka shkon disponimi, si shkon nuk e di nëse ka tilla. Jo, s'ka ende. Po vrehet për shembull të njerëzit, kur takon njerëz të cilët kanë votu lëvizjen vetëvendosi, po kanë qenë lidhjes demokratike, për shkak të Vjosa Osmani. Habitati ishte me atë përjarje, kryesisht. Ata e ndin veten shumë të lehtësuar kur po ndëgjojnë që Vjosa Osmani prish një qaj. Po prish një qaj, absolutisht. Politikën. Unë mendoj që jo nuk po shëni zgjidhje kompromisi në tavolinë politikisht për presidentin, por vetëm zgjedhje. Dëgjoj, kanë humbur kur ai ka 2 kandidat. E ka shumicën e votave, po i dohen 80 njerëz në parlament. Po. Edhe ti ulesh, ai të thot ty, okay, pe bojmë çto president. Po. Prej përvojës që e kanë partitë politike me ta është, ai besona, unë mendoj që asnjë parti politike nuk i beson Albin Kurtit, se i mashtron. Pse po shkon në takime, pra? Edhe Hamza dhe Abdigjik. Kur nuk i beson një figure politike, kur mendon që ai ndërton platformë mashtrimi e manipulimi, pse beson jam shumë i sigurt në vullnetin e tij që mund ketë gatishmëri për kompromis. Ata kanë shkuar në takime se kanë marrë vëmët që pi bën president. Vërtet? Absolutisht. Pse duhet me shku në takim atëherë? Pse duhet me shku në takim? Që të mos qenë si me Katar po jo, në zgjedhje mbase?
Jo, si që more, pa si dhe i trajtoj mëkat. Kurti në Në zgjedhjet e qoftë- 28 Në dhjetorit. qoftë se ti as qaran qytetarit ku është rreziku. Në zgjedhjet e je aty- 28 dhjetorit u pan si me katar nga Kurti. Për shkak se se fituan debatin, se fituan narracionin. Sakt. Se fituan narracionin dhe debatin për shkak se janë të padijshëm. Kështu po e them troq. Po them të padijshëm politikisht. Po. Çka lyp dikush që s'din se si me funksionu politikisht me pas udhëheqje politike. Pyetja legjitime është, po unë ndërtova argumentin publik që je manipulant, je mashtrues, nuk më ban fjalën. Cila është arsyeja që unë vit të ju, Zoti Canaj, për të besu në një gjallë të pabesueshme? A diçka, ashtu kështu po shkojmë zgjedhje, hajtë ta provoj, mos po më thot po të bëj president. Falenderoj për kohën. Faleminderit. Lutem. Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.